Pyet kjo motra, thot, sot ka ardhur një kohë shumë e vështirë hoxh për martesë. Cili është sugjerimi yt? Kjo ka bën pyetje tjera që thot nuk du me forma haram e tjera. Përderisa ke këtë gale, elhamdulillah, mirë i ke punë. Jem me kuptu se e ke frikën Allahu xhalla shanu. Dijeni se sikurse risku, pasunia, sikurse shëndeti, ashtu edhe martesa është caktim i Allahut. Na du të mi marrë sebepet vetëm halal, veç halal. Runu mos e korrit në vetën. Mos bini prej provimit para Allahu xhalla shanuhu. Veç me halal. Sa ma shumë që tolerani për me ardhë deri te martesa ma shpejt edhe i shkelni dispozitat e Zotit, çaq ma vështirë keni me pas jetën në të ardhmen. Shumë njerëz kanë menduar që nëse unë nalem prej haramit, mundohem veç me halal, me u feju ose me martu, unë kam u vonu. Qaj tjetër ose ajo tjetra, u feju martu, po me haram, po u rahatu qika, ja, kjo nga gabim. Veç aj që është në rrugë Zotit, ka mu rahatu. Vetëm lypët sabër edhe bindje. Të keni bindje të Allah se kur Zotit nuk e zhgënjen besimtarin, në dunja dhe në akhirat. Qka me bo? Prej formave është që me të njoftë ty disa shoqe, disa akraba, familjar, prindrit tu mu interesu vllaznia etj, me ditë që e kanë një motër, që e kanë një qik, edhe mi thonë 10-15 njerëzve, kështu me shku ka dal mu përhap, pse jo edhe përmes shoqe vjen një ofertë ose diçka, mos me refuzu me të parën, me shku mu konsultu me prindët tu, mi kallzu. Ka forma, këtu nuk është vendi për me i përmend gjitha, nëse të shkru në djalë, rasisht në telefon, mi thonë ma bën halal, unë nuk shkruj me ty, s'ka problem, shko fal me vllahën tem, shko fal me babën tem, shko fal me hoxhën e lagjës. Me një person që ti ki besim, edhe pastaj vazhdojnë sanat. Se ju përmendoni që qysh janë martu gjithë 1400 vjetë musliman, që ashtu vazhdojnë me u martu. E kretë këto forma tjera janë haram. Plus Allah në zjatë që të uzaj, të forcojnë rrugën e drejtë, edhe Allah ta mënsot me një bashart që është i khejrit edhe i debatshëm edhe musliman i ndershëm. Amin.